Si arriti të ikë nga armata e Maqedonisë dhe t'i bashkohet ushtrisë lirimtare kombëtare? Si e njoftoi familjen për vendimin e prerë se do t'i bashkohet UÇK-s? Si e priti nëna e tij vendimin e të birit? Sot këtyre pyetjeve do t'u përgjigjen nëna e dëshmorit, familjarët dhe bashkëluftëtarët e tij. Ta kam me shku në Slovçan, te vllaznia me, te UÇK-ja. Ta shqyr për Zotit, ta që na i ka prunë Zoti, me rrok ta pushkt, e mja këthy grykën shkavit. Se shkavit tha nuk merr vesh, me laps. Vesh grykës ta i tutët. Ta na ka pru Zoti mja këthy grykën, ta që ja këthej na grykën atina. Në unë tha shkavit e dere na ka oshtëm të dërojnë. Tha më mirë, tha na vjen një arë me mirë. Tha dhe bile tha se kështë tha nuk rënohët. Kërë më ka thonë tha që po du me shkue, në tha për luft në mësë më pengo. Thash, a je thash ti për luft? Tha po, hajli kof thash në mësë. Shqit kjërpizor thash që ku ke për luft thash shko. Pasha një Allah, i ka zdrit ftyra si rezia bilit kërë rezan, pi tjefit. As u gëgju në dashme, as u gëgju të dajte vetë, sa u gëgju për në luft, me shkue. Edhe hini kish marrë abdes. Për falke 2 rekat. Tha shad në zërë, se në unë u falë, tha shala s'ka dhe tjeninja. Tha në unë s'kam vakt. Në unë për falë në 2 rekat namaz për Allah. Po shkoj tha të vllaznia me, Slovçan. Tha me luftu. Hajle koftash në unës. Shumë mirë, edhe i kish vesh një për tesha 2 vjetra. Tha pse në unës i ki vesh këtu, veshë tha do tesha ma të mira. Tha janë në shkam do, ato tesha shka jam të i desht, janë të mprita në Slovçan. Shkoj të baba vetë, me marë ngryk, edhe po nisna. Baba vetë ishi smu, nuk më di kur gjojnë mi thonë heq. Kur ka orë të une, shenjë mërzije si ku më thonë, heq. Edhe më ka më ngryk, edhe i ku më thonë, o birë hajnë, po shkon hajli koftë, në una ma banë halal, thash në una halal të koftë katë me katë. Thash po që tek nëna lufta, e di, tha, e di. Në kohë që i vrahëna, tha, ma shumë kaj. Tha, të vllaznia mi benon ta po vrahëna. Tha të UÇK-ja, tha, po shkoj, tha, me luftu për kombin shqiptar. Tha se, më pas vrahë, tha une, në tanush, shkit. Kesa me shkela më kishën rrej, tha dhe me kishën e gjenozën zhak. A vllaznia me tha mu, shumë mirë tha më këshirin, shumë mirë marin, edhe shumë mirë tha më shti më dhejt. Ja boni. Edhe unë njësë edhe ka shku me halallet me kejtë.